Nuk po flasim që aty një një ministër, të cili qytetarë thanë që i kanë po të maskum edhe ato në përdrenic, do më thonë një ministër, një kryeministër, një personalitet që nuk ka post, do më thonë i parapolitikës, mbledhen një natë, 2 net, edhe thonë keq i kemë punë pak me këto matje që përna thonë, se tash u bo një farë balancimi i zgjedhë, çka bojmë? Hajde të bojmë një skenim me me institucionet të sigurisë të shtetit. Në falë, po kjo s'ka lidhe me demokraci, kjo nuk ka lidhe me shtet. Këtu është suspendu demokracia, është suspendu shteti, sepse shteti edhe institucionet po keq përdorën për një parti politike. Edhe tash, na mos me reagu, me thonë, a di çka, lese strategjia do të me qenë, jo, na po flasim për të ardhmen e Kosovës. Kjo Kosovë, nëse vazhdon më rënu, qaj vynë fitore a PDK-sa e një partije tjetër. Fitore nuk na duhet kur gjo. Nëse një njëri del, edhe përdo shtetin e vetë, edhe thot, policia shumë botë, u konë të ndërrija. Qa përdojnë, a me qu edhe njësitet antiterror. Në Skenderaj. Pra, fa policia but, fa prokuroria but, me demek, kur ti kontrollojnë e këto, a di qa e gjombre. Po ju zgudzoni as... Shumë shkurt, ju e zhjeve në asje me shumë shkurt për du me dërry. Pajtona me këta që këtë të blerta. Ju ka hargjit benzinë elektorali votave këtina. Po veriu në mon nuk e ka me shqit Kopolla, se veriu tash është nër sëpskën. Apo? Tash Albin Kurti se ka veriu në gjitha blerta, hajde tash hygjëm të pëshojna Drenicës. Do me honë tash ty të pas ka hargjit qaj flamuri që e përdojshit në stop që Serbia, veriu tash se ka, tash hajde sentimentin e esh u të borzave, ti pëshojnë ana Serbis të rrezim një fitil dë benzin elektoral, mos të nëzisim një djep apo një bazen të ri të votave që ma shumë janë diaspor do rëzamë se këto. Për ndryshe është rrezik shteti kur përduret me arrita, se shteti nuk guzëm me konë dhe me honë mjetë, që njëjtë të në diskurs që ka posë regjimi Miloševićit mja gjë një regioni. Që është ablerimi po, do me thonë se për jetë Drenica njësin speciale se ashtu, po që pe gjuhë dikush një petar, që një kërsim për bëna të, edhe apë mua nuk e dim, kush për luftar. Do me thonë ata që e kriju njësin speciale, me njësin speciale, për kanë, për një Albin Kurti që i ka hup të në akortat elektorale, po këshyrë me rrez një sentiment ose një region tjetër, për me marë për shtetin apet, cilin me 50% e ka dorëzue. Është dhe vërtet që PDK-ja duhet me postu një strategji, po edhe mu marë resh me këtë punë, nuk është që me thonë, qështja kryesore, sepse Drenica nuk ka armiku Kosovës, asë nuk ka problemi Kosovës që shpëmunohet qeveria e Albin Kurtit me special... Asë probleme real që ka Kosova, kështë një problem imponuar. Po thamë, prof, se përmeni që këto mune me kanë stereotipe veç për një komunë edhe mundën mus me u kuptu drejt nga komuna tjera. Unë nuk menoj që asë një qytetari Ferizaj, ta si Prizreni, ta si Gjilani, e mirë kuptan kur diku i thu sa me Serbia. Unë besoj që një Kosovë tonë nuk e mirë kuptan që gjuhën që po munohet me u izolu me një rajon të vetëm, edhe përpjekja është me shantazhu procesin zgjedhor. Edhe është fatkeqësi që një aparat shtetëror po bën sot përpjekje për shantazh të procesit zgjedhor. Paralelisht i ki konferencat e kryeministrit në detyrë që bën thirrje, po të shohim çfarë vendimi po marrin. Në anën tjetër e keni njëri që as nuk lodhet për prokuroria as për shtet. Policinë e Republikës Kosovës që unë mora vesh nga zyrtarë që punojnë atje, që disa prej tyre kanë refuzu me ardhë mram pas mesnatë në Drenicë. Me vullnet, polic, me vullnet të tyre, kanë thonë, ne nuk dojnë me shku dhe me u bë pjesë duke i rreziku edhe profesionin e tyre dhe ti paralelisht ke pas një qytetari që ka demonstru një protest pacore, ju ka ofru ujë, ka qenë atje sot e pash pamjet e fundit protestës të e mbledh për llogun, pra nuk mundet dikush që në mënyrë konsistente, prof, në mënyrë konsistente nxitu rrethje sot e pash një reagim të LDK-s ishin anku në polici për që gjuhën helmuese
që po ndodh ndaj eksponent, ndaj VV-s dhe VV-ja po e bën ndaj partijeve tjera. Pra, se ka një përpjekje për me majt një tension për këtë proces zgjedhor, ta po e shojmë. Valjon, po duhet edhe një thirrje qytetarëve të Kosovës. Na ason, as Artani, nuk jemi sot, si jemi ardhur këtu me promovu diçka, as dun, as kur gjë. Thirrjet e qytetarëve është mos me ra prej presioneve, as e nxitjeve tensioneve kërkon. Kosovës ma shumë se kur I duhet stabilitet politik. E kemi një parti që provokon zgjedhje, krijon tensione, linçon dhe duhet jemi të vetëdijshëm që ta bëjmë përgjegjëse për dështimet e saj një pas njëshme që I ka pas. Kudo? Për hajnite shumë ta me rezervat shtetërore, për dështimet në varfrimin e jetës e qytetarit Kosovës, për ofertën tonë që duhet me qenë ofertë që prek qytetarin e Kosovës, po kemi, po e them, paralelisht një kryeministër në detyrë që për çdo ditë zotit emëron zavenc ministra dhe ka pushtetin të në anë, prandaj e ka dhe mundësinë sot me bëj lojë, të cilat qytetarit e Kosovës nuk duhet të bëjnë. Jemi Serbi. Edhe një akoma shumë se e qytetarëve të Skënderajt, pra kanë demonstruar në fakt qytetari sot duke e pastruar sheshin pasi që kur është përmbyll intervistimi, pra protesta, mbledhja e njerëzve aty, e kanë pastruar sheshin edhe kanë shku në për shtëpitë se s'fundën dhe cak pa dohana se jo ishte me cak po një element është jo, është vetëm diçka pra se ka një përpjekje për dehumanizim po thëmë partive, po thëmë triteve sociale një rajonit, këtë rast të Drenicës absolutisht nuk është e drejt edhe mbi gjitha nuk është e vërtet ajo që provohet mu bo prej ndoshta janë grupet orkestrume, inshallah janë të orkestrume, inshallah nuk o mendim ky I përgjithshëm, inshallah janë do bota që po shkruajnë edhe po shajnë njerëzit kështu, po prezantojnë këto stereotipet, mos o zot me qenë një me mendim I përgjithshëm ajo, në fakt Drenica është demagog edhe populistët ushqehen për stereotipeve, për paragjykimeve, grupore, I përdorin ato masivisht. Për me mobilizu votë. Sidomos gjatë zgjedhjeve. Okej, që I na dhe në zgjedhje. Dhe 1 orë 10 minuta s'kena fol fare për zgjedhje, kena fol për këto. Pa këtë parti qira, po duket që e lanë, e suspendun fushatën, për shkak se me PDK-n, pak po du me marrë çështje që lidhen me fushatën e PDK-s, kemi shumë që ka me diskutu. Për fushatën e të në që zja e keni njësa alo. Unë thash keni njësë alo fushatës. Se PDK-ja po duket fakt, do shta po duket sigurt në ta se qëfar mund të përdoj 7 qershori për ju, do shta o diçka tjetër. Natyrisht që na jemi në fushat, unë thash sot mos se merrni këtë ngjarje që jemi zhvendosur sepse nuk mundet edhe mos me u trajtu. Unë pra po them, po bëj thirrje edhe një herë që qytetarët mos me ra prej e gjuhës urrejtjes, e sulmeve, linçimeve, me e kursy veten edhe opinion edhe shoqërinë përgjithësi që është dehumanizuar prej kësaj gjuhe. Në anën tjetër, agenda partijake dhe politike e Partisë Demokratike të Kosovës është aktive çdo ditë. Na sot zoti Hamza ka pas një takë me kandidatët për deputet, cilët janë në listën tonë zgjedhore, kemi diskutuar gjatë për cili do t'jetë slogani, cila do t'jetë platforma jonë, jemi në përpilim e sipër të programit tonë që do t'jetë tërësisht I bazuar nevojat leo që sot I ka Kosova. Nuk do t'jetë program propagandues, sepse çka na ka karakterizuar është që jemi mundu me fol për problemet reale që I ka sot shëndetësia, arsimi, ekonomia, sidomos, çmimet e rrymës, çmimet e produkteve esenciale në Kosovë, rritja e pagave dhe pensioneve që është sfida kryesore e qytetarëve të Kosovës sot,